Arti shqiptar në zi, shuhet përgjithmonë Mirush Kabashi. Aktori mirë njohur Mirush Kabashi është ndar nga jeta në moshën 75 vjeç. Lajmin e ka bërë të ditur familja, të cilët thonë se Kabashi ka mbyllur syt mes natën e sotme. Të nderuar miq, kolegë dhe dashamirës, me pikëllim të thellë ju njoftojmë se Mirush Kabashi ndroi jetë martën në 5 dhjetor pas mesnate. Sa i përket detajeve të ditës, orës, varrimit dhe homazheve, ju komunikojmë në orët në vazhdim. Me respekt, familja Kabashi thuhet në njoftim. Mirush Kabashi lindi në 17 prill 1948 në Shkodër dhe është rritur në Durrës. Ai është aktor i rreth 100 roleve në teatr dhe filma. Shpesh ka qenë edhe prezantues i aktiviteteve të shumta artistike. Gjithashtu, Kabashi është cilësuar si një nga interpretuesit më të mëdhenj të poezisë në Shqipëri. Ai ka dhënë një kontribut të madh në filmografinë shqiptare, e ndërsa një pjesë e jetës së tij ja ka kushtuar edhe teatrit me rolet e tij të larmishme, ku ndërto më i veçanti dhe i spikaturi mbetet ai i Sokratit tek apologjia e fundit e Sokratit, që prej vitit 2014 mbante titullin e lartë nderi kombit. Më parë kishte titull artisti merituar dhe mjeshtër i madh i punës.